Në kuadër të 1 maj, ditës ndërkombëtare të punës, kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë Shkodër, Besmir Lesha, zhvilloi një takim me themeluesit e shkollës së parë private të artit të kuzhinës në Shkodër, një institucion model që ka fituar reputacionin si lider në arsimin profesional në rajonin verior. Gjatë vizitës, Lesha vlerësoi rolin e kësaj shkolle në certifikimin e kuzhinierëve, pasqyrëve dhe master shefave, të cilës sot janë pjesë e tregut të punës jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Maltë të Zi dhe në vendet e tjera europiane. Kjo është për të theksuar shumë që këtu njerëz përveç profilit që marrin edhe profesionit që ju e japni me shumë detaje, ata marrin edhe emrin tuaj si student i juaj, që ata i hapen dyert në për kuzhina të ndryshme. Për drejtuesit e kësaj shkolle, zhvillimi që po merr Shkodra jep hovë edhe zhvillimit të biznesit. Kena punu mirë. Bravo. Fatmirësisht kena edhe mbështetje, kena edhe prumje edhe djemtëri. Sigur kanë ikë, po kthehen, po shohin edhe interesin si ka edhe Shkodra për zhvillimin. Në këtë ditë me simbolik të veçantë, kandidati socialist shprehu mirënjohjen për punën e jashtëzakonshme që po bëhet në këtë shkollë dhe për mesazhet motivuese që, siç tha ai, e forcojnë bindjen për një Shkodër që ecën përpara.